Po du më në lidhë veç një sekund me profën, kur thëtë se gjuha Albin Kurtit ka qenë e vrajshë mirë, po ka qenë me këshyrën me analizu gjitha subjektet politike, kam përdorë gjuhë vrajshë edhe në karshi Albin Kurtit, sa që veprimet e policisë të Kosovës, të cilat janë ndërmarrë në veriun e Kosovës, i kanë krahasu me veprimet të cilat kanë qenë kur është heq autonomia në Republikën e Kosovës. Pra, ato veprime që i kanë ndërmarrë policia e Miloševićit, policia terroriste e Miloševićit, pra e kanë krahasu me ato. Pra ka qenë gjuhë e vrasë, ka qenë gjithandej, jo vetëm me Albin Kurtit. Pra e kanë krahasu me Miloševićin, e kanë krahasu me bashkëpunëtorët e Serbisë, e shumë epitete tjera, kështu që unë mendoj se edhe me fakte është që nuk ka përdorur gjuhë vetëm Albin Kurti, po ka përdorur gjitha subjektet politike, po mirë, po ka qenë, për mua ka qenë. Kryeministri në rregull, unë pajtona me ty, kryeministri duhet me qenë i më i përgjithshëm, se është udhëheqësi i shtetit, sot